për juve shikus e keni parë ndoshta, në qoftë se vetë se jeni aktive në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, një video e cila është bërë shumë virale e një aksidenti i cili ka ndodhur në Malezi, ku një kamion e ka përplasur për vdekje një elefant 5 vjeçar, dhe që aty shihet nëna e elefantit që tenton ta largoj kamionin dhe ta shpëtoj të birin e saj. Ka qenë një video shumë interesante, po ashtu edhe që shumë prekse, patjetër që të gjithë e vetë se kanë shpërndar në rrjetet sociale. Ka qenë 28 vjeçar personi i cili vetë se e ka goditur elefantin, është përcjellur në stacionin policor duke qarë, sepse edhe për të nuk ka qenë e lehtë për të aksidentuar një elefant, mirë po që më pas është liruar, sepse ai ka qenë në rregullat e tij të komunikacionit, nuk ka qenë duke thyer ndonjë rregull, por që fati ka qenë që në atë moment të çolloj aty elefanti 5 vjeçar, kanë qenë në fakt duke kaluar rrugën, por që është aksidentuar vetëm foshnja e elefantit. Edhe ditë më vonë më pas, elefantin, të cilët vetë se jetojnë në atë vend, e kanë bërë video që elefanti është rikthyer përsëri në vendin e ngjarjes, duke kërkuar të birin, mirë po që edhe thonë nëse zgaboj ka qëndrua rreth 5 ora, ose më tepër, që nuk kanë mujt me e largu elefante me atë sa kanë pa në video, dhe ka qenë shumë prekse. Edhe video e pat një muzikë shumë melankolike nga mbrapa, dhe unë të quajt për elefantin atë. Po që me të vërtet ka qenë prekse, uroj që raste tilla mos të shohem edhe mos të ndodhen, se pavarësisht që janë kafë, dhe të dhe këta kanë ato ndjenja të zhvuara, për tonë. Patjetër. Është edhe një tjetër material i fundit të cilën ta sjellim, edhe këtë po besoj që e kanë parë, po ne po flasim për kryeministin Edi Rama, i cili gjithmonë ka qenë më mendje hapur, mendoj nga liderët e tjerë, edhe në Kosovë, më në modë. E që është mbajtur samiti i 6 i Komunitetit Politik Evropian në Tiranë në javën që e lan pas. Aty përderisa ishte duke mbajtur edhe ceremonia mirëseare e gjithë liderëve, në fund të një video është shfaqur të gjithë liderët të cilët po merrnin pjesë atë, si foshnjë. Kjo është bërë përmes inteligjencës artificiale, edhe që secili prej liderëve përshëndeste Shqipërinë në gjuhën e tyre. Ka qenë diçka shumë interesante, edhe që gjithë e kanë shiu, kanë qesh, edhe ju është dukë secilit prej tyre shumë interesante. Që sharake, edhe shumë e lezetshme. Shumë. Me i pa liderët në këtë formë, po na bën me i dashtë më shumë. Po duken më të mirë, pa fajshëm. Ndërkohë, interesant ka qenë në fakt që nga fillimi Rama përderisa sillen të cilën e ka pasur karshi liderëve, që në hyrje kemi parë që përderisa i priste liderët, me kryeministrën e Italisë, Giorgia Meloni, ka pasur një prikje pak më ndryshe. Duket të vazhdon këto një 2-3 herë ka. Po, është ulur në gjendje, ndoshta edhe që ka ndoshta raportin pak më të afërt me të, madje po e quan edhe motra Melani. Tashmë, edhe është ulur në gjunjë për ta pritur, edhe ajo vetë se ka ditë për çfarë po e bën, sepse thotë që po e bën këtë për me qenë sauni gjatë, sepse dihet për gjatësinë e madhe që ka kryeministi Rama, ndërsa Giorgia Meloni pra është pak më e shkurtë. Është tamam. Po, ajo është tamam për gjatësi, është më e gjatë. Edhe ishte një takim i sikletshëm i Edi Ramës, edhe me një të ftuar tjetër, tash harrova kush është një personalitet tjetër po ashtu, që i afroi Edi Ramës, edhe e prekte në kokë kështu pak. Edhe Edi Rama o sikletos pak në atë moment të mundohi t'ja hesi duar. Nuk e pas kam po. Unë e pash në TikTok, në gjithë të ndaj në TikTok. E pash atë, edhe ishte i pak në siklet ndihej, e harova kush ishte lideri tjetër, që ishte atë, si dhe qofë vrej që e kishte metësisht, po si dhe qofë ishte pak i sikletosën. Me qënë se po e përmend të rastin e Edi Ramës, po e përmend një rast tjetër që e kom pa nga samiti, ku Erdogan do me thonë me presidentin e Francës, Emmanuel Macron, përderisa i kishin pas duart kështu afër, edhe Macron donte me i largu Erdogan insistante. Pritinzej edhe pak dur. Ishte shumë interesante. E mbante me forca për vetës. Nuk e di se ka nuk e gjas që ka pas diçka, sepse mënyra se ndoshta shprehjet kështu të ftyrës së Macronit nuk ishin edhe shumë traqë. Është ndin siklet edhe ai.
Këto ishën disa prej ngjarjeve cilat i diskutu bashkë me Besjanën, besoj kemi me u taku dhe në pjesë tjera të emisionit me mëngjesit. Besjan, faleminderit shumë për këtë pjesë. Edhe takojme pastaj, edhe tash e vazhdojmë me një material që na tregon për top 3 vendet më të vizituara në Greqi, e që tashmë Greqia është kthy në një prej destinacioneve kryesore, po ashtu edhe të kosovarëve, me njëherë pas liberalizimit të vizave, e tash ka prej atyre që duan të kalojnë edhe pushimet verore atje. Tash i shohim bashkë, ndjekim këto 3 vendet, çka ofrojnë tjetër dhe pse ja vlen ndoshta të vizitohen. Ky trend pozitiv ka ndikuar në rritjen e popularitetit të disa destinacioneve kryesore, të cilat janë bërë të njohura për bukurinë dhe veçantinë e tyre. 1. Athina, kryeqyteti i kulturës dhe historisë. Athina është një qytet që bashkon të kaluarën dhe të tashmen, duke ofruar një pasuri të jashtëzakonshme historike dhe kulturore. Vizitorët mund të eksplorojnë Akropolin, një nga monumentet më të njohura të botës, dhe të shijojnë atmosferën e gjallë të lagjeve si Plaka dhe Monastiraki. Gjithashtu, qyteti është një qendër e rëndësishme për artin, gastronominë dhe jetën e natës. Ky vend tërheq turistë nga e gjithë bota, me një fokus të veçantë nga ato të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Turistët shpesh e përshkruajnë Athinën si një qytet që ofron një përvojë të pasur kulturore dhe historike. Ata vlerësojnë mikpritjen e banorëve dhe mundësitë për të shijuar kuzhinën tradicionale greke. Megjithatë, disa vizitorë kanë theksuar nevojën për përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe menaxhimin e fluksit të lartë të turistëve në disa zona. 2. Santorini, ishulli i romancës dhe pamjeve magjepse. Santorini është një nga ishujt më të njohur të Greqisë, i famshëm për shtëpitë e bardha me çati të kaltra, perëndimet e diellit magjepsëse dhe plazhet me rërë të zezë. Ishulli ofron mundësi për ekskursione me bark, degustime vere dhe eksplorim të fshatrave tradicionale. Turistët thonë se Santorini është një destinacion ëndër, me pamje manicë dhe mundësi për pushime romantike. Ata vlerësojnë mundësitë për të shijuar kuzhinën lokale dhe për të eksploruar historinë e ishullit. Megjithatë, disa kanë theksuar çmimet e larta dhe